Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të rubrikës Ti pyet, Kurani përgjigjet. Sot do t'i përgjigjemi pyetjes si ta njohim Allahun përmes krijimit të tij, bazuar në Kur'an. Në ajetin 101 të surës Yunus, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Qul inzuru madha fis samawati wal ard. Thuaj, shikoni çfarë ka në qiell dhe në tokë. Në këtë ajet, Allahu fuqiplot i fton njerëzit të vështrojnë dhe të meditojnë mbi gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë, sepse në krijimin e tyre gjenden shenja të qarta që dëshmojnë madhështinë, fuqinë dhe urtësinë e Allahut fuqiplot. Besimi i vërtet nuk ndërtohet mbi verbërim, por mbi vëzhgimin, reflektimin dhe njohjen e shenjave të Allahut në univers. Njohja e Allahut përmes krijimit është një nga rrugët më të rëndësishme që na mëson Kurani i Shenjtë. Allahu i madhruar na fton vazhdimisht të meditojmë mbi universin, tokën, qiellin, njeriu dhe çdo gjë që na rrethon, sepse ato janë shenja dhe argumente që tregojnë për praninë, urtësinë, fuqinë dhe mëshirën e Allahut të plotfuqishëm. Për ta njohur Allahun përmes krijimit, Kurani i Shenjtë na njeh me disa rrugë kryesore. Në këtë emision do të përmend 5 prej këtyre rrugëve, që janë: e para, duke medituar mbi krijimin e qiejve dhe të tokës. Në ajetin 119 të surës Ali Imran, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Me të vërtet, në krijimin e qiejve dhe të tokës, në ndërrimin e natës dhe të ditës, ka shenja për njerëzit e mençur. Ky ajet na mëson se universi nuk është krijuar rastësisht. Rregulli i përsosur i kozmosit, lëvizja e planeteve, ardhja e ditës pas natës dhe e natës pas ditës, të gjitha dëshmojnë për një krijues të urtë, të gjithditur dhe të plotfuqishëm. Pra kjo ishte rruga e parë, duke medituar mbi krijimin e qiejve dhe të tokës. Nëse meditojmë me qetësi, me reflektim, do të arrijmë ta njohim krijuesin. Rruga e dytë për ta njohur Allahun përmes krijimit është duke medituar mbi vetat tona. Në ajetin 21 të surës Dhariyat, Allahu i madhruar thot: Wa fi anfusikum afala tubsirun. Edhe në vetveten tuaj, a nuk po shihni? Edhe ky ajet na fton
të reflektojmë, të meditojmë thellë. Sa herë shikojmë vetën në pasqyrë? Vallë, a meditojmë një herë për të krijim madhështor? Trupi ynë, zemra që rreh pa pushim, sistemi nervor, mendja dhe shpirti janë argumente të qarta të fuqisë së Allahut fuqiplot. Sa më shumë që njeriu njeh veten, aq më shumë e njeh krijuesin e vet. Siç thotë Imam Ali alayhis salam në një thënie të tij, "Men arafa nafsa faqad arafa rabba." Vërtet, ai që e njeh veten e tij, e ka njohur edhe Zotin e tij. Prandaj të meditojmë në vetat tonë, në krijimin tonë, në madhështinë e krijimit tonë, të meditojmë për ato sisteme të mrekullueshme që gjenden në trupin tonë dhe që funksionojnë në mënyrë perfekte. Nuk ndërhyjnë në funksionet e njëri tjetrit. Secili sistem ka atë funksionin e tij të pavarur, të caktuar. Dhe kjo tregon se ky trupi ynë është i krijuar nga një krijues i plotfuqishëm, i gjithditur, i urtë. Dhe nuk është krijuar nga natyra e verbër. Rruga e tretë për ta njohur Allahun përmes krijimit të tij është duke parë shenjat e Allahut në natyrë. Në ajetin 164 të surës Bekara, Allahu i madhruar thotë: "Me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe të tokës, në këmbimin e natës me ditën, në anijet që lundrojnë nëpër det për t'u sjellë dobi njerëzve, në ujin që Allahu zbret prej qiellit, duke ngjallur përmes tij tokën e vdekur dhe duke shpërndar gjithfar gjallësash, në lëvizjen e erave dhe në rreth që qëndrojnë midis qiellit dhe tokës, pra në të gjitha këto, sigurisht që ka shenja për njerëzit me intelekt." Në këtë ajet të bekuar, Allahu i fton njerëzit të meditojnë mbi mrekullitë e krijimit të qiellive, tokës, natës, ditës, erave, detëve, e gjallësave të tjera. Sepse në të gjitha këto gjenden prova të qarta të fuqisë, urtësisë dhe të mëshirës së Allahut fuqiplot. Këto shenja i kujtojnë dhe përfitojnë për atyre ata që përdorin mendjen dhe reflektojnë me sinqeritet. Universi është një libër i hapur i shenjave të Allahut. Kush mediton mbi të me mendje dhe zemër të hapur, arrin të njohë krijuesin dhe urtësinë e tij. Rruga e katërt është duke kuptuar urtësinë dhe qëllimin e krijimit. Në ajetin 27 të surës Sad, Allahu i madhruar thotë: "Wama khalaqna as-samaa wal-ardha wama baynahuma batila." Ne nuk i krijuam qiellin, tokën dhe çfarë ka ndërmjet tyre pa qëllim. Por Allahu i ka krijuar për me një qëllim. Kur shohim harmoninë dhe qëllimin në krijim, kuptojmë se krijuesi është i urtë dhe se edhe jeta e njeriut ka një qëllim të lartë. Dhe kjo qëllimi i jetës e njeriut është njohja e krijuesit,
adhurimi i tij, bashkëpunimi me të tjerët, me mirësi, me devotshmëri, dashuria për tjerët, si dhe përgatitja për jetën e përjetshme. Dhe rruga e pestë, për rrugëve të shumta që përmend Kurani, që janë më kryesore për të njohur Allahun përmes krijimit, është duke reflektuar mbi emrat dhe cilësitë e Allahut në krijim. Krijimi na njeh me cilësitë e Allahut. Për shembull, madhështia e universit na tregon se Allahu është i madh dhe i plot fuqishëm. Rregulli i krijimit na tregon se Allahu është i urtë, është pa i gjithdijshëm. Mirësitë e panumërta na tregojnë se Allahu është furnizuesi, është dhuruesi. Bukuria e natyrës na tregon se Allahu është i bukuri dhe krijuesi më i mirë. Që çdo gjë e ka krijuar dhe e ka formuar në formën më të mrekullueshme, më të bukur. Në ajetin 53 të surës Fussilet, Allahu i madhruar thot: "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid?" Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësirat toksore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues dëshmues i çdo gjëje? Ky ajet nuk flet vetëm për argumente shkencore apo kozmologjike, por edhe për udhëtimin e brendshëm të njeriu drejt njohjes së Allahut. Kush njeh veten e tij gjen gjurmët e Allahut në shpirtin e vet. Prandaj, udhëtimi drejt njohjes së vetes bëhet rrugë drejt njohjes së Allahut fuqiplot. Kurani na mëson se e gjithë bota është një pasqyrë e shenjave të Allahut. Çdo yll në qiell, çdo pikë shiu, çdo lule dhe çdo frymarrje e njeriu na fton të njohim krijuesin e plot fuqishëm. Prandaj, sa më shumë të meditojmë mbi krijimin me zemër të hapur dhe mendje të vetëdijshme, aq më shumë forcohet njohja, besimi dhe dashuria jon për Allahun e madhëruar. Sa bukur pra na flet Allahu në ajetin 13 të surës Gjathije, ku thot: "Wasakhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ard jami'an minhu inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun." Ai u ka nënshtruar juve atë që është në qiell dhe atë që është në tokë, të gjitha janë prej tij, pra prej Allahut. Me të vërtet, në të ka shenja për njerëzit që mendojnë. Ta vëmë në funksion mendjen. Të dashur vëllezër dhe motra, këto ishin 5 prej rrugëve të njohjes së Allahut përmes krijimit. Kurani i Shenjtë është përplot me ajetet që ftojnë në meditim e reflektim në krijimin e Allahut, me qëllim që ta njohim atë ashtu siç e meriton njohje. Njohja e Allahut përmes krijimit nuk kërkon sy të jashtëzakonshëm, por një zemër të zgjuar dhe mendje që mediton. Çdo gjë që na rrethon, qiejt, toka, yjet, malet, detet, jeta dhe vetë ekzistenca jon, është një shenjë, një argument
që na fton drejt krijuesit fuqiplot. Sa më shumë të reflektojmë me veprat e Allahut, aq më shumë rritet njohja, dashuria dhe bindja jonë ndaj Tij. Le ta bëjmë pra meditimin mbi krijimin një adhurim të përditshëm, që përmes shenjave të Tij të afrohemi më shumë të Allahu dhe ta forcojmë besimin tonë. Ashtu siç na thotë edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali në një hadith që thotë, të menduarit një orë është më e mirë se adhurimi për një vit. Allahu na bëf për atyre që i shohin shenjat, argumentat e Allahut, i kuptojnë ato dhe i përgjigjen thirrjes së Tij me besim e për ulësi. Allahu ju ruajt ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.